A e dini se gjithë bota i ka syt në atë që po ndodh në kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë, ku mund të shpërthejë një luftë e tretë botërore. Këto janë fakte që duhet e dini rreth kësaj përplasje. Konflikti Ukrainë-Rusi filloi në vitin 2013, kur ish presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych refuzoi një rezolt që do t'i lejonte Ukrainës të angazhojë në më shumë aktivitet ekonomik me Bashkimin Evropian. Pasi Yanukovych refuzoi marrëveshjen, protestat filluan në kryeqytetin Kiev. Kur policia ndërhyri, numri i protestuesve u rrit për të kundërshtuar trajtimin brutal nga oficerët. Yanukovych u largua nga vendi në vitin 2014 mes strazirave, duke e lënë Rusinë të pushtonte Ukrainën më një herë më pas. Aktualisht, ushtria ukrainase po lufton rebelet në Ukrainën lindore, të cilët po mbështeten nga Rusia dhe që dëshirojnë të ankësohen dhe të bëhen pjesë e Rusisë. Konflikti Ukrainë-Rusi ka vrarë më shumë se 10.000 njerëz dhe plagosur të paktën 23.000. Që nga viti 2014, luftimet mes dy vendeve kanë dëmtuar më shumë se 700 shkolla, se dhe 130 qendra mjekësore. Shkeljet e armëpushimeve kanë rrezikuar më shumë se 200.000 fëmijë, të cilët shpesh vijnë në rrezik dhe nuk kanë akses në hapësira të sigurta moslimore. Vija e parë e luftës shtrihet 280 milje në të gjithë Ukrainën, duke bllokuar pjesën më të madhe të aksesit të vendit në tregti dhe furnizime nga vendet fqinje. Në vitin 2017, UNICEF së bashku me organizatat jo qeveritare dhe kompanitë të shërbimeve komunale punuan për të siguruar më shumë se 962.000 njerëzve ujë të pishëm, të pastër në zonat e kontrolluara nga qeveria dhe nga ato forcat jo qeveritare. Ata gjithashtu siguruan kupona për para dhe edukim higienik për 160.000 njerëz që jetonin më afër vijës së frontit, 30.000 prej tyre fëmijë. UNICEF ofroi mbështetje psikosociale për 82.000 fëmijë dhe kujdestar brenda 15 kilometër nga vija e frontit, përmes qendrave të mbështetjes komunitare. Organizata gjithashtu ofroi 700.000 fëmijëve dhe familjeve të tyre arsimim për rrezikun nga minat, por më tepër rehabilitimi i 87 shkollave dhe kopshteve 5 kilometër brenda nga vija e frontit, i siguruar nga ndihma e UNICEF-it, lejoi 138.000 fëmijëve të kthehen në shkollë me mësues dhe ndemës që jepnin trajnime emergjente, në mënyrë që të siguroj kujdesin e duhur shëndetësor, arsimin dhe strehimin për qytetarët e saj. Ukraina kërkon ndihmë të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara. Amerikanët mund të zbusin efektet e dhunës në Ukrainë duke kontaktuar kongresësit dhe përfaqësuesit e tyre dhe duke kërkuar që ata të mbështetin buxhetin e çështjeve ndërkombëtare. Mbështetja e vazhdueshme nga SBA-ja do ta ndihmojë në përmirësimin e kushteve të atyre që janë në mes të konfliktit Ukrainë dhe Rusi. USAID mbështeti zgjedhjet në 600 komunitete anë mban Ukrainës, më shumë nga këto vendbanime që po përjetonin procesin e tyre të parë të vërtet zgjedhor. Për vitin 2018, Ukraina kërkon $23.6 milion ndihmë, në mënyrë që të përmirësojë siç duhet situatën e vështirë të vendit. 3 fushat kryesore të nevojës janë qasje në ujë të pastër, shërbime sanitare dhe produkte higjienike. $13.619.000, mbrojtja e fëmijëve nga dhuna $3.200.000, arsimi $3.050.000. Faleminderit që na ndoqët, like dhe subscribe për më shumë video si kjo.